Herë të pezulluara dhe herë me ritme të ulta, kjo është situata në disa investime që aktualisht po zhvillohen në Vlorë. Njëri prej tyre është edhe projekti Dua të luaj. Ai po zhvillohet me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe që parashikon të përmirësojë cilësinë e jetës, por dhe të krijojë kushte optimale për edukimin e brezit të ri dhe bashkëveprimit social në komunitet. Krijimi i një hapësire publike me cilësi të larta dhe kushte gjithëpërfshirëse do të mundsojë ringjalljen e jetës komunitare dhe konsolidimin e frymës së komunitetit aktiv, i cili është dhe qëllimi i këtij projekti, që po ecën me ritme shumë të ulta. Nëpërmjet këtij projekti synohet rritja e mirëqenies së komunitetit dhe dhënien e mundësisë për zhvillimin kognitiv dhe motorik të brezave të rinj, të ofrojë një hapësirë stimuluese për fëmijët, ku ndërthuren elemente natyror dhe facilitete gjithëpërfshirëse dhe të krijojë kushte të favorshme për bashkëveprim të shëndetshëm në komunitet. Në Vlorë ky investim po zhvillohet në zonën tek ish fusha e aviacionit. Projektimi i hapësirave të propozuara me qëllim shfrytëzimin sa më të mirë të hapësirave në vendodhjen e përcaktuar, ndërtimin e këndeve që mundsojnë zhvillim të aftësive motorike dhe kognitive të fëmijëve të moshave të ndryshme dhe që aksesohet nga të gjithë, është edhe ajo çfarë duhet të ofrojë projekti. Në këtë zonë, ku ai po zhvillohet në Vlorë, mundëson edhe rimodelimi apo përmirësimi i këndeve të lojrave ekzistues të degraduar, me qëllim rritjen e aksesit dhe bashkëveprimin me elementet natyror, por nuk dihet se pse në Vlorë ritmet e zbatimit të këtij projekti janë të ulta dhe duket se ka mbetur pezull.